E shtuar sipërfaqe e përmbytur në territorin e Bashkisë Shkodër, në njësinë administrative Velipo janë evidentuar rreth 250 hektar tokë bujqësore dhe kullota në ujë, nuk raporton dëmën e blegtori dhe bletari. Në njësinë administrative Dajç janë evidentuar rreth 100 hektar tokë bujqësore dhe kullota me ujëra sipërfaqësore, me tendencë përmirësimi, veçmas evidentohen 300 hektar kënet në Dajç dhe 50 hektar kënet në Pentar, zona natyrore shkarkimi pa ndikim në banesa apo toka të punuara. Në njësinë administrative Ana Amalit janë evidentuar rreth 120 hektar ujëra sipërfaqësore në parcelet e pambjella, në total sipërfaqja prekur përfshin rreth 407 hektar tokë bujqësore dhe kullota. Hidrovorët janë në gjendje pune me kapacitet të plotë, veçanërisht hidrovori i Qasit, ndërsa kanalet kryesore kulluese janë funksionale dhe në nivele normale. Ndërkohë rruga e fshatit Dobot vijon të pakalueshme për mjetet e vogla, ndërsa banesë në brendësitë e fshatit nuk kanë prezencë ujë. Regjimenti i Këmbësorisë së Veriut vijon operacionin e fshatit Dobot, njësi administrative Ana Amalit në Bashkinë Shkodër me 3 mjetet e kalueshmërisë së lartë, 2 motovarkë dhe 15 personel, po kryet transporti i banorëve, ushqim për njerëzit dhe çdo nevojë tjetër sipas kërkesës së Bashkisë Shkodër. Nga ana tjetër Lëmet, Bund dhe Drin kanë një rritje nivelit me rreth 10 deri 20 cm dhe po monitorohen në mënyrë të vazhdueshme, nuk raportohen banesë në prezencë ujë dhe as dëme serioze në infrastrukturë apo në aktivitet bujqësore.